Edi Ramës dhe qeverisë peng të tij nuk u duken të rëndësishëm një tuf flamingosh me ngjyrë roz. Mendojnë se flamingot janë socialistë dhe bën çfarë të dojnë me ta. Mirë po, ata nuk kanë ndryshuar as emër, as ngjyrë dhe as parti. Partia e tyre është të shpëtojmë tokën. Kjo të kujton për një program para disa vitesh, Save Soil, një udhtim 100 ditësh të Sadh Gurus, një mistik, një njeri i ndjeshëm dhe njohës shumë i mirë i situatës së dheut dhe tokës në përgjithësi. Ai deklaroi dhe vazhdon të deklarojë se gjendja është gjithnjë edhe më alarmante, se toka nën këmbët tona po vdes. Degradimi i tokës është në limitet e fundit. Pa politika shtetërore, keqësimi është edhe më i sigurt. Pa ndërgjegjësimin e njerëzve, situata do t'i kalojë këto limite. Por me këta politikanë tanë që mbas 1944-s kanë rënë dashuri me betonizimin, këto programe nuk janë fare në letrat e tyre. Partia e Flamingos duhet të dini që është partia e së ardhmes.